shikues të emisionit Koqia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Koqia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë na përkrojnë në numër kaq të madh dhe na ndjekin pranë ekranit televizive si edhe në rrjetet sociale, në YouTube dhe Facebook. Por faleminderit edhe sponsorëve atyre që mësojnë realizimin e emisionit dhe na sillen çdo javë është Aboza Electro Group. Gjithë që keni me bëj instalime në objektet tuaja, Aboza Electro Group ju mundson këtë gjë. Faleminderit shumë. Doar Turqiti është prodhim vendor edhe është sponsor vendor. Doar Turqiti pak nëse doni. Është model Slovenia, ajo që ndërton banesa me cilësi dhe kualitet të lartë dhe që gjendet këtu në Fushë Kosovë por edhe në Prishtinë. Model Slovenia përndryshe çdo javë ka dhe oferta të zbritet e saj. Shkoni vizitoni, ka banesa shumë të mira me çmim shumë të lirë. Doar Turqiti për model Slovenia pak. Është Sharra kompani me pronor bestrimin edhe fitimin të cilët më kanë rregulluar skenografin, e kanë zgjeruar pak skenografinë e emisionit tim, përndryshe Sharra kompani, gjithë që dëni me po, kryen të gjitha llojet që do të për mobilje, por edhe për shkollët edhe ambientet e brendshme të shtëpive tuaja interior. Faleminderit shumë, Sharra kompani, Doar Turqiti sigurisht edhe për ta. Është Hotel Swiss Diamond me pronor zotri Bexhet Pasulli që gjithmonë na mbështet kur kemi mysafir special me shku dhe me qëndru atje. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, sonte do ta kemi një mysafir vërtet special. Ai është mik i emisionit tim, është mik i gjithë shqiptarëve, është aktor i madh, mbi gjithë është shqiptar edhe patriot i vërtet, është shqiptar i madh. Së fundmi, unë kështu e kam thënë, ka qenë fitues morali Big Brother, ka qenë finalist në Big Brother. Me neve sonte është zotri Lajert Vasili, e ftoj me Doar Turqitit në. Sa drejtësi. Faleminderit shumë xhirë, faleminderit. Doar Turqitit më për Lajert edhe ne, lutem. Faleminderit. Duke se je zjat nga ere fundit. Ha? Je zjat si nga ere fundit. Faleminderit shumë. Po. Çka e zvoglu burr ti s'pas kanë mojt mirë? Jo, duke se si kanë zgjeru studion, kanë zjat dhe ty. Faleminderit shumë, ulu ma kënë shqipa. Ke gjithë sponsor me jo se kam frikë se dëgjoj. Nga që kanë filluar tani ka dalë ky muhabeti, jo puth Lajert i andej këtej edhe është çik problem, po. Prandaj por i pak larg. Faleminderit shumë që erdhe burr, intervista po. Jo, për ty do vi gjithmonë. Ti e di, do më thëmë për ty... Faleminderit shumë, Për ty pa tjetër, po. Pse e mëre burr? E para se jemi miq të vjetër. Absolutisht. Pastaj kemi të njëjtin profesion, aktor, të dy. Sigurisht. Dhe çmoj shumë këtë punë individuale, pra vetëm me aftësinë tënde, me talentin tënd, me këmbguljen tënde, që ja ke dalë prej kaq vitesh, të bëhesh një nga emrat më të njohur dhe me emisionin me shikueshmërinë më të madhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Pastaj kam dhe porosit dërgoj të fala nga Artur Zhej. Po, faleminderit Doar Turqiti shumë, faleminderit shumë. Po burr, po të kamerët me Doar Turqiti se dur këto. Ku je për burr që modën e kam. Tuk. Kena pon kamera po kështu ju. Po, unë si jo kam parë. Ma i bukur po duket kështu, se kamera. Si duket më duan më shumë në Kosovë. Jo, e kam qëllim. Kamerat e Kosovës. Po, e kam qëllimin me ta gjujt pak se ti, domethënë, më ki bosh mu. Po, fol. Domethënë që puthja ju të që ma kemë. E pra, e shikon. Atëre, po. Këshëre puthja tjerëve që që bën burr. E po trimat puthe në ballë. Po, ma bon me hile burr. Jo. Po se ashtu, pastaj zakoni dhe kanuni e do që kur niseshin djemët për luftë, babaj i puthe në ballë dhe i thoshte o ktheu me fitore, o mos u kthe më. Unë falenderoj shumë që gjete kuën edhe mundin edhe do e gjej gjithmonë për ty, ti e di. Shumë faleminderit, shumë. Faleminderit ty për ftesën. Përndryshe thash edhe kjo duket se është e jotja, sa drim mere. Atlu. Po o tut pulla se thash që je fitues morale. Okej. Keni pas audiencë lartë edhe realisht është friksuese ajo, audiencia ju është friksuese burr. Po i frikson njerëzit. Tani e shoh këto 3 ditë sa 12 edhe unë shumë, ti e di. Kur si po të puna mirat fik njerëzve për ty, me ne në për spitali vur njerëz. Pas ke mësuar, po ishte një rast, po që... Po e në gjënau, bur? Unë jo, po ka dalë, ka qarkulluar, janë 2 raste në Shqipëri dhe një rast në Prishtinë që të zhgënjyer nga mos marrja ime të çmimit të madh, po faleminderit që thua si fitues moral. Një vajzë është shtruar në spital, kurse në Shqipëri kanë në një karburant, do më thënë, ka shkuar ka marrë atë pistoletën dhe ka hedha atë donde t'i vinde flak vetes, dhe dikush një tjetër kishte lënë një letër të fundit
ku kërcënonte se do i jepte fund jetës, po ju lutem, nuk është, më leo ta them këtë Sadri, është një lojë, është një eksperiment social, është një show televiziv, ku secili nga ne përpiqet të përcjell mesazhet e veta dhe nuk ka rëndësi çmimi i madh, rëndësi ka mesazhet që përcjellim ne dhe si thua ai fitues moral apo fituesi i zemrave mjafton, nuk ka ndodhur asgjë. Unë jam këtu, jam shumë mirë. Po dhe ti, domethënë ti je këtu me neve. Nuk më ka ndodhur gjë. Jo. Mirë. Po, shumë mirë. Me shëndet mirë. Shumë mirë jam. E pash edhe një intervistë që thot pak me gjendje të rënduar, po sot po të shoh mirë apo çfarë gjendje? Jo, kam përshkruar që problemi ka qenë vetëm ambientimi me përshtatja me dritën. Me dritën? Po, me dritën, me dritën, po. Po kështu na i cen procedurë ligjore për ndaj personazh aty? Jo, kam thënë që unë procedura ligjore, aty do këshillohem me përfaqësuesit e mi ligjor, një prej tyre është ish kryeprokurori i Tiranës dhe Enida Bozheku, e cila e dim të gjithë kush është, për sa i përket aftësisë saj ligjore dhe titujve që ka. Në gjatë spektaklit janë bërë, megjithëse duhet të mbanim atë që na u bë si ftesë, edhe një nder dhe përkushtimi i madh që na është bërë nga Top Channel, që dua t'i falenderoj gjithë produksionin e Big Brother dhe sidomos drejtoreshën e produksionit Sara Hoxhën. Sara Hoxhën, po. Do e thëmë një punë vetë mohuse edhe Ledionin pa tjetër që të gjithë. Po ne kemi me që? Po ne nuk, nga unë i pari, po ta them, kemi bërë gabime atë brënda, kemi thënë dhe fjalë që s'duheshin thënë, apo kemi bërë dhe veprime që nuk duheshin bërë, kështu që një ndjesë të madhe gjithë publikut dhe pastaj secili do mbaj përgjegjësi kur e ka shkelur atë vijën e kuqe që themi që nuk shkelet më. Ne duhet të tregoheshim, të përfaqësonim atë Big Brother VIP. Duhet pak më tepër VIP të ishim. Pra atë very important person duhet ta kishim. Nështë e ka po dhe rrethi që ka pos personazhe të ndryshme? Po ajo është, prandaj quhet eksperiment social, është 120 ditë ti duhet durosh presionin, edhe personazhet me background të ndryshëm, se si përballesh. Pse ke qytet analfabet? Funksional. Që ke funksional?